Vdekja e Shemsi Krasniqit reagon Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Pikëllimi është mbar kombëtar. Xhamadani vija do të vijojë të na bashkoj. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të Shemsi Krasniqit, i njohur si Shemi, vokalisti i grupit legjendar i Lirët. Në mesazhin e saj, presidentja Osmani thekson se me pikëllim të thellë është pranuar lajmi për vdekjen e artistit, i cili me zërin dhe krijimtarinë e tij la gjurmë të pashlyeshme në muzikën shqiptare. Ajo veçoi këngën ikonike Xhamadani vija duke cilësuar si një kujtim të fuqishëm dhe simbolik që vazhdon të bashkojë emocione, histori, identitet, ashtu siç bëri zëri i Shemit ndër dekada. Xhamadani vija mbetet një kujtim i fuqishëm dhe simbolik që vazhdon të bashkojë emocione, histori dhe identitet, tha Osmani. Ajo rikujtoi gjithashtu se 2 vjet më parë për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në art dhe kulturë, Shemsi Krasniqi dhe grupi Lirët ishin nderuar me medaljen presidenciale të meritave. Edhe Kurti ka shprehur ngushëllimet familjes duke nderuar figurën e Shemit si një zë që do të dëgjohet për herë. Me interpretimin e tij, kënga u bë kujtesë dhe kujtesa u bë këngë. Xhamadani vija u dëgjua dhe u këndua si shenjë identiteti dhe bashkimi për shqiptarët kudo. Në këto çaste kuptojmë edhe më shumë se sa rrallë lindin zëra që nuk janë vetëm art, por janë gjuhë e përbashkët emocioni shpirtëror, shtoi Kurti. Sipas mediave në Kosovë, Shemsi Krasniqi ka ndruar jetë në moshën 64 vjeç, ndërsa u gjet pa shenja jete në banesën e tij në Prishtinë. Ja dhe postimi plot i Kurtit. Sot u nda nga jeta Shemsi Krasniqi, Shemi, një zë që ka hyrë në shtëpitë tona pa trokitur, si vokalist i Lirëve. Ai dha fytyrë një etape të rëndësishme të muzikës sonë dhe i dha publikut një mënyrë për të ndjerë veten bashkë edhe kur ishin larg. Me interpretimin e tij, kënga u bë kujtesë dhe kujtesa u bë këngë. Xhamadani vija u dëgjua e u këndua si shenjë identiteti dhe bashkimi për shqiptarët kudo. Në këto çaste kuptojmë edhe më shumë se sa rrallë lindin zëra që nuk janë vetëm art, por janë gjuhë e përbashkët emocioni shpirtëror. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen e tij, për dhimbjen e humbjes, ngushëllime për miqt, bashkëpunëtorë dhe për të gjithë publikun që e deshi, sepse kur ikën një artist i tillë, pikëllimi është mbar kombëtar. Të gjithë ne ta nderojmë me respektin që i takon, duke mbajtur gjallë në kujtim dhe në mirënjohje. Disa zëra nuk mbarojnë me një lajm. Ata vazhdojnë sa herë që një këngë ngrihet si flamur në zemër, ashtu do të dëgjohet për herë Shemi jon. Xhamadani i këngës së shpirtit u preh në paqe, i lehti qoftë dheu.